Një zjarr ka përfshirë një ambient lokal dhe një hotel në zonën e Lungomare në qytetin e Vlorës. Ngjarja e regjistruar rreth orës 4:30 të mëngjesit të sotëm. Dyshohet se ngjarja ka qenë aksidentale, ndërsa flakët fillimisht kanë përfshirë lokalin në katën e parë dhe më pas fasadën dhe katën e dytë të hotelit, ndërkohë që 7 persona janë dëmtuar, të cilët janë dërguar me urgjencë te Spitali Drarnal të qytetit të Vlorës për të marrë ndihmën mjekësore. Në ngjarje ka mbritur me njëherë forcat zjarrfikse dhe autoambulancat, ndërkohë që dhe policia ka nisur hetimet për këtë ngjarje. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë orët e para të mëngjesit të së dielës një hotel në Lungomare të Vlorës, duke lënë të plagosur 7 persona. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 4, ndërsa flakët dyshohet se ka nisur në katin e parë të godinës ku ndodhej një bar-restorant. Zjarri është përhapur me shpejtësi në ambientet e lokalit dhe më pas është ngjitur në katin e dytë ku ndodheshin dhomat e hotelit. Të 7 personat që ndodheshin në hotel kanë tentuar të largohen nga godina. Disa prej tyre në përpjekje për të shpëtuar flakëve janë detyruar të hidhen nga balkonet. Si pasojë, disa kanë pasur fraktura, ndërsa të tjerë kanë marrë djegje në pjesë të ndryshme të trupit. Një prej vajzave ka pasur djegje të shumta në trup dhe pas marrjes së ndihmës së parë në spitalin e Vlorës, të plagosurit janë transportuar drejt Tiranës për trajtim më të specializuar në spitalin e traumës dhe në repartin e djegjeve. Zjarri që ra në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele, të lënduar mbetën 7 persona, 6 prej të cilëve ishin nga Prishtina, kurse një person tjetër ka qenë nga Rësheni. Ndodhemi në ambientet e urgjencës së Spitalit të Vlorës, ku sipas edhe mjekut të reanimacionit Edmond Breshanaj, 5 persona u dërguan në urgjencë drejt Tiranës, ndërkohë që një person tjetër vjen të jetë ende nën monitorim në bluzave të bardha në ambientet e Spitalit të Vlorës. Ndërkohë që personi i 7 ka dalë nga spitali me lëndime të lehta. Sipas mjekut, 5 prej tyre kishin pësuar djegjet në pjesë ndryshme të gjymtyrëve, ndërkohë që një person i cili ishte hedhur nga kati i dytë i ambienteve të hotelit kishte pësuar dëmtime në fraktura. Po mbajnë në monitorim një person paraqiten në gjendje të rëndë, kurse personat e tjerë, sipas bluzave të bardha, janë jashtë rrezikut për jetën. Sipas mjekëve të Spitalit të Vlorës, Edmond Breshanaj, shefi i reanimacionit, gjendja e pjesës më të madhe të plagosurve është stabilizuar, ndërsa njëra prej vajzave paraqet dëmtime të rënda me djegje në pjesën më të madhe të trupit. Ishte një situatë shumë urgjente, ishin 6 pacientë të dëmtuar sipas të dhënave nga eksplozion nga një restorant e Hotel Brooklyn. Këta pacientë ishin në katën e dytë, 3 pacientë ishin të djegur rënd, dhe 2 pacientë ishin hedhur nga kati dytë dhe kishin pësuar dëmtime të frakturat bashkimit, frakturat kolonës. 2 prej këtyre ne nisëm në qendrën e traumës, sepse s'kishin djegje vetëm, kishin elementet të traumës, dhe 3 prej atyre i transferuam në qendrën e djegje plastikës në Tiranë, duke marrë ndihmën mjekësore të kualifikuar në momentet e para. Patëm një lajmërim të gjithë ekipit mjekësor kirurgjikal, mjek, infermier dhe urgjenca kombëtare që ishte, dhe ishin të gjithë nga dishmëri. Si përore mbritën? Këta kanë mbritur deri rreth orës 4:30, 4:30 kanë mbritur, që u dha sinjali. Që rrezikon jetën ishte një paciente që ishte djegur pothuajse 100% dhe një paciente rreth 50%. Por pa dishin moshat e reja, 25 dhe moshën 30 vjeç. Kryesisht këta ishin nga Prishtina, Olimpiani dhe njëri nga pacientët ishte nga Rësheni. 5 prej tyre i dërguam në Tiranë, 3 në djegje plastike dhe 2 në qendrën e kombëtare të traumës, dhe një pacient që ishte me kondicion bashkëni që ishte më lehtë, ne e mbajtëm këtu në repartin e kirurgjisë. Nga informacionet paraprake, dyshohet se zjarri ka nisur në ambientet e bar-restorantit nga një prizë treshe ku ishin lidhur 2 frigorifer. Mendohet se mbi ngarkesa elektrike ka shkaktuar flakët, të cilat më pas janë përhapur me shpejtësi në të gjithë lokalin dhe në katin e hotelit. Të plagosurit janë kryesisht të rinj, rreth moshës 20 deri në 30 vjeç, të cilët kishin disa ditë që pushonin në Vlorë dhe ishin akomoduar në këtë hotel. Një prej të rinjve u detyrua të hidhen nga balkoni së bashku me bashkëshorten e tij, ka treguar momentet e panikut dhe përpjekjen për të shpëtuar flakëve. Jena nga Lipjani. Do na tregosh çka ka ndodhur dhe sa ka qenë ora? Ishëm në gjumë në orën 3, nuk e di, orën 3 diçka ishte, gati 4, kërsimat, bum, e fejura u qu e para, më tha qu për gjumit se zdi që ka ndodhë, u qu me dal ka dera, normal, ishte tym, shumë tym, ishte një tymi mrena, dhe dollëm na nga balkoni ishte flak, tym, edhe nga balkoni e pam aty që kishte një mburoj, edhe hypëm sipër asaj mburoje, vazhdojmë edhe kërcym poshtë. Juve u hodhët apo? U
U hodhëm, nuk u lëndum nga djegja, për tani atë kur jam hodh, kam bërë bilet cep të një hekri dhe e kam lëndu kom. Ka pas të tjerë në hotel që janë hedhur apo kanë rrezikuar ju pat? E kam pa një familje me fëmijë të vogël edhe një burr. Sa ditë kishit në ato hotel? Ishëm dita dytë ishte aty. Momentet të vështira, keni parë aty të tjerë persona që janë ndjekur, kanë pasur... Ka po persona kështu që kanë bort, kështu s'kam pasi njeri kështu. Por kam po persona... Në dhomë, erdi zjarri aty Tymi hyri, këtë brana, po. Ishit katë dhe dytë, apo ja? Katën e dytë, sop, për mi... Po si për lokalit. Juve nga jeni dhe sa vjeç jeni? 21 vjet nga Lipjani. Si të quaj? Luan, Emri? Salihu, Po dhe fejuara juaj? Rumesa Haliti, Salihu. S'pati probleme? E martuar, grua. S'pati probleme? Jo, as pak. Të shkuar? Faleminderit shumë. Po qëndronim në këtë hotel dhe u zgjuam gjatë natës. Ndjem një aromë të çuditshme dhe dëgjuam disa të ulëritura, kështu që dolëm të shihnim nga dritarja se çfarë ishte duke ndodhur. Ndodhi rreth orës 4 ose 4:30, nuk jam shumë i sigurt, por po qëndronim në këtë hotel kur ndodhi ngjarja. Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për të përcaktuar shkaqet e sakta të zjarrit dhe rrethanat e ngjarjes.